Përshëndetje. Sot kam përzgjedhur një analizë të lajmeve kronike Klan Kosovës me rastin e shënimit të epopesë së UÇK-s dhe titulli i analizës është Fijet e holla të manipulimit. Pra kjo është një shembull tipik se si Klan Kosova manipulon edhe në lajme dhe sjell një anshmëri dhe sulmon verbalisht qeverinë në mënyrë indireke duke sjellë prononcime kundër saj. Kjo pra është mënyra e ndikimit që quhet në gazetari eksplicite e jashtme, pra përzgjedhen prononcimet kush, çka dhe si do thotë dhe ku do të radhitet prononcimi i tij në kronik. Ta ndjekim për fillim kronikën. Për mua, do me thënë, fillimi është okej. Është e para shtetit. Por vepra komandantit i legjendar Adem Jasharit dhe familjes së tij e bën t'i përkulet para varrit. Ata luftuan shumë më gjatë se sa vetëm përgjatë viteve të luftës, duke u shndruar kështu në emblem të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndërsa shefi i qeverisë Albin Kurti tregoi se epopeja e UÇK-s i dha një hovë të pandalshëm kryengritjes së armatosur dhe luftës çlirimtare. 3 breza të Jasharve, 59 veta gjithsej, rreth gjysma gra e fëmijë, u flijuan me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 për çlirimin e Kosovës, për lirinë, pavarësinë dhe bashkimin. Kryeministri Kurti me kabinetin e tij shkuan edhe në Ud, ku i priti kryefamiljari Rifat Jashari. E ky i fundit mohabetin me ministrin e Brendshëm e nisi me mesele, sikur e dorendi në Ud. Madje pas pyetjes e ngacmoi edhe më. Kjo shkaktoi jo pak të qeshur atje. Por pikërisht me qeverinë aktuale nuk u shfaq fort i kënaqur as kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve Xhavit Jashari. Ai tha se brenda ka antar që nuk e duan UÇK-n. Brenda kësaj qeverie ka njerëz anti-UÇK, të cilët e kanë thyr luftën. 6 marsin e prekaz u shënua me humazhe vizita nga qindra njerëz nga të gjitha trevat ku ka shqiptare ish luftëtar të lirisë. Pra si që pamë jepen pra pamje të gatës që bëjnë nderime pranë varrezave, dhe kjo është në mënyrë solemne. Fillim të kronikës kishim 2 prononcime të presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministit Kurti, të cilët folën në superlativ për familjen Jashari, për komandantin Adem Jashari dhe UÇK-n, Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës. Por do të shtoj këta në pyetje të vrejtë gjatë prononcimeve dhe natyrisht gjatë gjithë kohës, titulli i raportimit, i mesazhit, ishte prezent, i fiksuar gjatë gjithë raportimit. Pra si që shini këtu në foto, nuk është normale të themi që një titrem i tillë, i titullit të jetë gjatë gjithë kohës në kronikën e lajmeve, nuk është e zakonshme, kjo nuk bëhet në asnjë vend. Mirë, po këto janë rregullat të cilat ata që dojnë të manipulojnë i shpikin aty për aty. Domethënë, normalisht duhet të jepet me titra fillimi i emisionit, kur fillon emisioni, për shembull tema vizita tek kompleksi i memorial Adem Jashari, pastaj vjen titrat kur flet kryeministri ose presidentja, mirë, por nuk duhet që titulli siç ishte provokativ, e shkruar me të madhe, Jashari, presje ose pik, do më thënë ka një mesazh që thot, brenda qeverisë ka njerëz ose antar anti-UÇK. Edhe kjo është ajo parolla që vihet nga fillimi deri në fund e patolerueshme në gazetari, edhe veçmas në gazetarinë e lajmeve. Dhe vërtet, kur njeriu e fillon e shikon emisionin, pra në fillim jepet alarmi dhe njerëzit friksohen ose manipulohen, dhe vërtet edhe befasohen, sepse kritika e Jasharit
do me thonë indirekt të shkon mendja që tani familja Adem Jashari pas ka dhënë një kritik dhe pastaj kritika shumë e fortë kjo qeveri brenda saj ka pra njerëz anti-UÇK dhe pastaj të tjerat prononcimit kur vinë nuk luajnë rol sepse i gjithë koncentrimi është tek njerëzit e shikuesit pavarësisht binjeve të tyre ose simpative. Ata presin vetëm atë mesazhin kryesor se cili ose kush është ky Jashari, domethënë me siguri njerëzit dyshojnë ndoshta do të mund të ishte tani përfundimisht nga familja Jasharaj. Shikoni domethënë kjo është ajo që vihet, kjo sigla që vihet nga fillimi deri në fund. Pra, të themi tani edhe pse në pamjen e parë vinë krete institucioneve me intervista, titrat e mesazhit të raportimit, të themi pavarësisht çfarë thon ata në superlativ, vetë vendosja e titrave e zbe qëndrimin e tyre, sikur domethënë do të thotë që në fillim i thuhet shikuesit, le të flasin këta krerët e institucioneve sa të dojnë, le ta vizitojnë kompleksin e Adem Jasharit, por Bacar Rufat ua pas ka thënë, sepse akoma nuk e din, por fillimi kjo intuitita e shikuesit të shkon tek ajo që të shohim Bacar Rufat u pas ka thënë në sy. Pra, sepse në brenda në qeveri pas ka njerëz anti-UÇK. Dhe pastaj ata, pavarësisht se kronika zgjat 1 minutë e 40 sekonda, atë vëmendje është shumë e shtuar, sepse njerëzit janë domethënë kurreshtar të dinë çfarë kush pas ka thënë. Dhe du të them vëreni me kujdes se çfarë shfaqet. Domethënë ta komentojmë më pas. Domethënë kur vije pas intervistës së Vjosa Osmani dhe domethënë Albin Kurti, çka vije më pas, si kalo tek kulla e Jasharave, tek Rifat Jashari. Kryeministri Kurti me kabinetin e tij shkuan edhe në Ud, ku i priti kryefamiljari Rifat Jashari. E ky i fundit mohabetin me ministrin e Brendshëm e nisi me mesele, sikur e dorendi në Ud. Madje pas pyetjes e ngacmoi edhe më. Kjo shkaktoi jo pak të qeshur atje. Por pikërisht me qeverinë aktuale nuk u shfaq fort i kënaqur as kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve Xhavet Jashari. Ai tha se brenda ka antar që nuk e duan UÇK-n. Brenda kësaj qeverie ka njerëz anti-UÇK, të cilët e kanë thyr luftën. Pra, siç e pam, pas 2 prononcimeve i vije rradha vizitës në kullën e Rifat Jasharit, pra në ekran na shfaqet Rifat Jashari, duke folur diçka, domethënë duke folur me të pranishmit. Shikuesi e priste këtë citatin e famshëm, kjo qeveri ose brenda saj ka njerëz anti-UÇK, por nuk e tha. Nuk doli nga goja e tij, kjo ishte shumë mirë. Dhe duke parë pamjet off, domethënë komentit, shihet se Bacar Rifat duke folur kishte titrim, pra aty në fjalët e tij çfarë kur bisedonte me Albin Kurtin dhe gjithë për ata përcjellësit e vizitorëve, por meze shiheshin sepse titrat, ajo çka fliste Rifat Jashari ishin fshtehur pas siglës të titullit, domethënë, dhe nuk shihen. Mund ta shohim pak këtë pjesë? Madje pas pyetjes e ngacmoi edhe më. Kjo shkaktoi jo pak të qeshur atje. Por pikërisht me qeverinë aktuale nuk u shfaq fort i kënaqur as kryetari i shoqatës së familjeve. Shikoni, domethënë kjo është ajo pjesa, nuk shihen mirë titrat, sepse njeriu i ka 2 mundësi të koncentrimit, ose ta shikoj mesazhin në titull ose ta shikoj titrimin poshtë, dhe nuk duhen të mbivendosen 2 lloj titrash, sepse kjo e irriton shikuesin dhe ai nuk mund në njëjtin kohë të përcjell pamjet, ta shikoj anën, domethënë mesazhin e titullit, pastaj të koncentrohet edhe në mesazhin domethënë mesazhin titulluar të bashkëbiseduesit, në këtë rast të Bacar Rifat, çfarë ka folur. Dhe kjo domethënë krijon mosbesim, krijon huti dhe mos kuptim, prandaj besoj që është bërë me qëllim. Siç e thash, titulli historisë ishte fiksuar në raportim gjatë gjithë kohës,
nuk hiqet as tani, do më thënë, kur them gjithë kohën, do më thënë, as kur flasin kryet e institucione, por as kur prezentohet me pamje, me ato titrimet e fjalëve të Basit Rifat, do më thënë, ky ti mesazhi kryesor, pamfleti, këtu gjenden ose në brenda qeverisë janë njerëz anti-UÇK. Ka brenda qeverisë njerëz anti-UÇK. Pra, vreni me kujdes, komentimi i raportimit tha se Baci Rifat e nisi bisedën me mesele. Pati aty do më thënë të qeshur, edhe ato u pa, nuk dëgjuan, por nuk u kuptua se kush kë e provokoj, edhe pse e tha do më thënë gazetari në koment se ose u kuptua se Baci Rifati kishte komplimentuar ministrin Sveçla, duke i thënë se duhet të ishte i dëgjueshëm, se sa herë kur njeriu dëgjon ja qet më mirë, do më thënë si lloj meselje. Mirë, po kjo ishte pa oton, do më thonë pa oton, pa statement, pa prononcim, mirë po vetëm në sfond. Dhe kur vijen gjërat në sfond, do më thonë janë shumë të parëndësishme, sepse për atë arsye dhe vijen në sfond. Ndërsa do të ishte dhe sikur të vijen në prononcim, të dëgjohet, çfarë është kjo meselje, të jetë toni, do më thonë, i dëgjueshëm dhe për të gjithë, dhe jo të futet në sfond, sepse futja në sfond gjithmonë tregon se nuk ka rëndësi. Dhe si të them, nuk u kuptua mesazhi komentues, as fjalët, as kontekstit i të qeshurave, edhe pse u tha se Baci Rifati filloi bisedën me mesele, dhe them të drejtën në paraqasi krijohet gjithmonë mos kuptim ose keq kuptim, dhe kjo është forma e pastat e manipulimit. Madje pas pyetjes e ngacmoi edhe më. Unë sa gjithë më mirë më ka qenë. Kjo shkaktoi jo pak të qeshur atje. Pra, të themi e pam në kohën se sa po fliste Baci Rifat, ai ishte i ulur në odën e tij në ballë të saj për skaj në anën e djathtë, pra i kishte bërë konak kryeministit Kurti dhe të pranishme të tjerë të cilët nuk shiheshin në pamje, që ishin domethënë pjesë e delegacionit aty, na vetëm përmes fjalisë e pam se edhe ministri Sveçla. Edhe në vend se t'i japin hapësirë pra për prononcim zotit të shtëpisë, Bacit Rifat spaku me 2-3 sekonda, 5 sekonda, 10 sekonda, Klan Kozova jep ca të qeshur edhe gjysmë titra të fjalëve që thash që ishin fshehur pas titullit, dhe mezi dëgjohi, dhe kjo të them të drejtën nuk është korrekte sepse ti po shkon si gazetar në qëllimin kryesor ishte aty përpos domethënë te Varreza pastaj te Baci Rifat në Kull. Pra do të duhet të rezervoj edhe një prononcim sado i vogël. Dhe gazetari e bën kalimin me koment nga këto pamjet e Bacit Rifat, po citoj, thot, po pikrisht me qeverinë aktuale nuk u shfaq fort i kënaqur as përfaqësuesi i OVL-s, zoti Jashari. Por pikërisht me qeverinë aktuale nuk u shfaq fort i kënaqur as kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve Xhavit Jashari. Ai tha se brenda ka anëtar që nuk e duan UÇK-n. Brenda kësaj qeverie ka njerëz anti-UÇK, të cilët e kanë thyr luftën. Ai tha se brenda qeverisë ka njerëz anti-UÇK, edhe pastaj dihet ai statementi shumë i shkurt i tij. Tani keni kujdes, lidhja e fjalisë as ai pra, as zoti Jashari, këtë kuptim e kemi fjalën të Xhavit Jashari. Do me thënë, kjo na jep të kuptojmë se para Xhavitit dikush deklaroi ose pas ka deklaruar se nuk është i kënaqur. Por cili ishte ai protagonist që tha? Pra ne nuk e pam si shikues. Pse për thëmë të, sepse as Vjosa e as Albini, por as Baci Rifat nuk e thanë këtë, nuk e thanë se ka brenda qeverisë anti-UÇK. Kush ishte pra ai para zotit Xhaviti që e tha këtë? Pra kjo kushtohet në koment fjala as, ose edhe, do më thënë bjen as ky, as ai, as ky. Do më thënë as ai nuk është i kënaqur, ose po pohon diçka, as ky nuk është i kënaqur. Në këtë rast zoti Xhavit Jashari. Prandaj edhe po supozon se po pohon se këtu brenda në qeveri ka anti-UÇK, njerëz anti-UÇK.
Pra këtu në koment bëhet ndërhyrje, është bërë pra të themi një manipulim në kalim nga një deklaratë në tjetrën dhe gazetari me koment këtu i ka shtuar dhe të themi melmesat e tia propagandistike dhe besoj që këtë po e kuptoni. Pra kjo lidhshmëri e fjalisë me pamjen e Bacit Rifat le të kuptohet se pas Bacit Rifat, pra Çenka si them një tjetër njeri kundër qeverisë, sepse edhe kjo po ka mbiemrin Jashari. Por ne pedim tash se kush e tha, kur shikuesi e sheh se Xhavit Jashari, Xhavit Jashari pas ka thënë këtë, atëherë njerëzit bindën se okay, kjo nuk po vjen nga Baci Rifat, por po vjen nga përfaqësuesi i OVL-s, një përfaqësues që të themi për ditë flet kundër Albin Kurti dhe qeverisë, dhe ky ka mbiemër në këtë rast të njëjtë sikur zoti Rifat Jashari, por besoj se nuk është pjesëtar i familjes, as si prezantues i tyre në këtë rast. Dhe nga kjo që po jam i bindur se 70% e shikuesve, ta themi shikuesve pa një përgatitje superiore shkollore në gazetari ose në pse jo, nuk e ka kuptuar këtë që e tha Baca, domethënë nuk e kanë kuptuar ose e kanë keq kuptuar, kanë menduar se e ka thënë këtë thënjen e Xhavitit, zoti Baci Rifat Jashari. Pra kujdes nga fijet e holla dhe të manipulimit duhet jetë shikuesi audienca shumë kritike. Pse po them këtë? Jo vetëm Klan Kosova në përgjithësi mediat, por vazhdimisht sipas vërtimeve të mia Klan Kosova është kampion në këtë fushë të t'i bëj këto manipulime, nuk ish dashur mirë po i bën, edhe pse në standard gazetarisë, në kushtet e marrjes së licencës këto janë të ndaluara. Pra të japim edhe pak detaje, ky raportim, pra si thash, ka defekte, e para e mban titrin gjatë gjithë prononcimeve, domethënë edhe kur flet presidentja, siç thash, janë të palejueshme dhe nuk duhet të ndodhen. Mbi shkrimi me titra i Jashari brenda qeverisë, siç e thash, nuk hiqet gjatë gjithë kohës dhe kjo është vërtet e pafalshme për një televizion që thotë që është kombëtar, profesionist. Dhe duhet thënë se në gazetari nuk lejohet që tani domethënë kjo shpjegimi shumë interesant, nuk lejohet që një prononcim i fundit që vije, na e pam se foli presidentja zonja Osmani, pastaj kryeministri Albin Kurti, dhe në fund kishte prononcim të zotit Xhavit Jashari, dhe në gazetari nuk lejohet një prononcim i fundis mes gjithë prononcimeve të veçohet, domethënë nga i fundit të dele para, sepse përndryshe domethënë nuk bën një raportim të balancuar. Pra 3 statemente, 3 prononcime nga të latë përmendur, Vjosa, Albini, Baci Rifat, nuk thanë zëra se në qeveri ka njerëz kundër OÇK-s, ndërsa Klan Kosova e vë në raportin e saj, në kronikë, e vendos si titull kryesor e veçan prononcimin e zotit Xhavit Jashari, me këtë edhe i deklason të gjitha prononcimet, ja ul rëndësinë, edhe pse ky prononcimi i Xhavit Jasharit ishte i fundit në raportim. Kjo nuk lejo sepse zëri kritik nuk është zëri i shumicës në këtë rast, sepse në renditje për nga rëndësia prononcimi i përfaqësuesit të OVL-s vije në fund dhe nuk ka as logjik profesionale as morale të vendoset në fillim ose në mes si mesazh kryesor, si pamflet. Pra, kurse se prononcimi i Xhavit Jasharit nuk mund të jetë kryesori. Pra, kur vendoset në fund, kur është marrë intervista nga ai në fund, dhe është vendosur edhe në strukturën e lajmit, si i fundit, pra shtylla, mesazhi kryesor i raportimit, kurse si nuk mund të jetë prononcimi i Xhavit Jasharit. Dhe titulli adekuat që do duhet të shfaqet në fillim të raportit duhet të hiqet pra nga ekrani kur flasin personalitetet, sepse ti e përzien pastaj mesazhin e të intervistuarit me titullin që i ke vënë në emisionin, sepse me këtë edhe krijohet një dy kuptimsi. Pra titulli adekuat neutral do të ishte
krerët institucional vizitojnë Jasharin, do me thonë kompleksin Adem Jashari, kjo është neutrale, pastaj mund t'jepësh intervista, mund t'jepësh ato prononcimet, si që thash si pas rëndësisë e institucioneve, krerëve të institucioneve. Dhe për këtë, do me thonë me rastin e epopesë o QK-s. Kritikën e zotit Jashari pra, që vendos të fundit, si që thash, të e vendos në titull, jep mesazh, dhe si pas regullave të gazetaris, edhe njëherë po e përsëres, nuk mund ta lësh që njerëzit ta kuptojnë ose ti t'jepësh si gazetar rëndësi që kjo të dominoj kursesi. Dhe prononcimit e rëndësishme, normalisht si që është bërë edhe në raport vjen në fillim, ose deri në mes. Mirë po prononcimi i fundit është më pak i rëndësishme si pas hierarkisë o strukturës së piramidës e lajmeve që quhet në gazetari, prandaj edhe lihet e fundit. Nuk mund ta merresh një prononcim të fundit ta vësh si krye lajm ose ta vësh si mesazh kryesor të kronikës. Dhe ta themi për fund edhe nga tradita e odave, në krye të vendit i bëjmë vend mysafirit, pastaj vijnë të tjerët të njerëz të shtëpisë ose të mahallës ose të tjera. Pra, ky ishte i tërë, ky komunikim, besoj që më mirë kuptoni, sidomos ka në Kosovë njerëzit gazetar, unë kam si obligim që ta them të vërtetën në bazë të analizës si që jep shkenca gazetarisë, pavarësisht se kush mund të ofendohet ose të preken në këtë aspekt, mund të më quajnë sërish sikur herave tjera anti-UÇK, njerëz ose analist anti-UÇK ose gazetar, opinionist, por si të qoftë, çdo intelektual e ka përgjegjësi ta thotë të vërtetën shkencore, ashtu siç e ka mësuar, nëse e ka mësuar mirë në universitet. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim deri në paraqitje tjera.